Spektakli i mbrëmshëm ka lënë pas një atmosferë të rënduar dhe tensione të forta brenda shtëpisë, ku në qendër të vëmendjes janë vendosur Miri dhe Mateo. Menjëherë pas përfundimit të primet, situata mes tyre ka degraduar ndjeshëm, duke kaluar nga një debat i zakonshëm loje në një përplasje të ashpër personale që ka tejkaluar kufit dhe pranueshëm. Gjatë debatit ballë për ballë, Miri ka përdorur një gjuhë të rëndë dhe ka kaluar në kërcënime të drejtpërdrejta ndaj Mateos, duke deklaruar se përballja e tyre nuk do të mbetet vetëm brenda shtëpisë, por do të vazhdojë edhe jashtë saj. Kur Mateo e ka pyetur hapur nëse këto fjalë përbënin një kërcënim, Miri nuk ka nguruar ta pranojë, madje duke e përshkallëzuar situatën me komente edhe më të rënda, të cilat përfshinin edhe familjarët. Deklarata si jo ty, por kush të ka bërë ty dhe gjithë Shqipërinë dhe do ta tregoj jashtë, kanë shkaktuar reagime të forta si brenda shtëpisë, ashtu edhe jashtë saj. Videoja e kësaj përplasje edhe shpërndar me shpejtësi në rrjetet sociale, duke u bërë virale dhe duke nxitur një valë të madhe reagimesh nga publiku. Shumë ndjekës të formatit kanë shprehur indinjatën e tyre, duke e konsideruar sjelljen e Mirit të papranueshme dhe jashtë çdo norme të bashkëjetesës. Në komente të shumta, ata